të përzgjedhjeve dhe afateve për funksionalizimin e plotë të sistemit në të gjitha komunat. Deri në momentin e publikimit të këtij raporti nga Ministria e Shëndetësisë nuk është pranuar ndonjë përgjigje apo sqarim i ri lidhur me këtë çështje. Do të shkojmë në një material të radhës të përgatitur nga gazetarja Diona Krasniqi, e cila sot ka pyetur qytetarët se çfarë mendojnë në lidhje me kërmimet të cilat u zhvilluan dje në komunën e Zubin Potokut për të marrë emocionin e parë, mesazhin e tyre drejtuar institucioneve. Gjatë ditës së djeshme, Kanal 10 raportoi për gjetjen e mbetjeve mortore në Zubin Potok, të cilat dyshohet se u përkasin disa shqiptarëve të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky zhvillim riktheu plagën ende të hapur të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës, një ngjarje që zgjon emocione të forta, rikthen kujtime të dhimbshme dhe ringjall shpresën e familjeve që prej më shumë se 2 dekadash presin të mësojnë të vërtetën për fatin e më të dashurve të tyre. Nisur nga këto zhvillime, sot do përpiqemi të marrim mesazhet që qytetarët kanë drejtuar institucioneve për vazhdimin e kërkimeve, zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe vënien e përgjegjësive para drejtësisë. Njerëzit kanë qenë për shtëpiat e veta, kanë rru pragun e vet, e kanë rru familjen e vet, edhe na nuk jemi konë agresori kërkuj, bërsh nuk i kemi pas kërkuj, pej force, pej pastrimet etnik shqiptarve, sërbët na kanë sulmue, na kanë vra, duhet me i shkuet dektir në fund edhe i mrami, duhet xhinet. Për arsye se janë njerëz të pafajshëm. Supozohet që janë 23 intelektualet e Mitrovicës, domethënë. Po kur të qofshin ata, domethënë gjithsesi është e dhimbshme. Po në anën tjetër është edhe e mirë të themi kështu, sepse edhe unë kam pas një fat, po jo kaq shumë kohë, domethënë. Sepse edhe baba im është vrarë gjatë luftës, ne nuk i kemi gjetë 6 muaj ditë. Unë e di domethënë çfarë ndjenjë është kur ti të dashurin tënd nuk e gjen domethënë. Kështu që uroj që t'jenë kushtimisht ata njerëz që ta intelektualit e Mitrovicës, s'paku të djetë varë i kohësht të më ta. Unë po mendoj se po punojnë, tash nuk e di, a munden edhe ma shumë, gjithmonë ka hapësirë që ma shumë, që gjindet edhe njeriu i fundit ai, sepse nuk ka ndjenjë më të vështirë se mos me gjetë të dashurin i cili mungon, i cili është i zhdukur, domethënë s'paku e din ku e ka varrin. Si lajmë kërë morën vesh atë që ishte preks, që mendja mas me morën kërkuj, por ja që Ermiku po gjitha këtu, për fatë keq, që pëndodhin të rasti, pëndodhin të zbulime, po ma mirë, vërë se kur. Aty në zotnive që e kanë zbulu, shëndetit gjithat mira, edhe është zoti gjithmonë zbulu, edhe me ditë bili ku e kanë poshtin, sepse ata kanë edhe jetën për që njëri nëse që e gëzojnë e që nuk ka aplikuar praktikë. Rënë kur e ndëgjova, shumë mërë shumë keq, tashe sa vite, dhe më mbi sa 20 disa vite, mësë më ditë asgjë për ta, veç me gjithë disa barinja, apo disa njerës, kjo është u duhet me i hulimtu e gjonë ato institucionet tona edhe me ku edhe më të hershme. Sepse njerëzit kanë disa shenja ku kanë mujtë me ndu edhe ato, dikush ka qenë me ta, dikush ka shpetu ndështë ta.